Mbrëmjen e së premtes, nisi edicioni 63 i festivalit mbar kombëtar të këngës për fëmijë, me një mbrëmje plot emocione dhe energji në sheshin para teatrit Migjeni në Shkodër. Në këtë mbrëmje u interpretuan 14 këngë të reja, 9 në kategorinë junior dhe 5 në kategorinë të vegjëlit, duke sjellë në skenë zërat e brezit të ri të muzikës shqiptare. Ja. Redaktori muzikës Bardhyl Hysa, si edhe moderatorët Edona Reshitaj dhe Erdita Slanaj, vlerësoi nivelin artistik dhe atmosferën entuziaste të kësaj mbrëmjeje festive në Shkodër. Ishte e mrekullueshme, ishte përgjegjësi e madhe në të drejtën, sepse edhe eksperienca ime është jo e vogël në skenë, por jo e madhe duke prezantuar një festival të këtyre përmasave. Por energjia, siguria e fëmijëve të vegjël në skenë na bënte edhe neve realisht optimist dhe na përfshinte për të kaluar një mbrëmje si kjo e sotmja kaq të bukur. Nuk e keni ide që unë vi për herë të parë në Shkodër. Kam ardhur më herët shumë kalimthi, por sot kështu e kam shiju Shkodrën. Mandej përvoja ime me fëmijë është edhe më e hershme se kam luajtur shfaqje për fëmijë, mirë po një festival të tillë nuk më kishte rasti ta udhëheqja. Ishte jashtëzakonshme, kishim shumë emocione, se ne zakonisht kemi emocione, pavarësisht përvojës, emocionet janë të pashmangshme. E jashtëzakonshme, fëmijët e mrekullueshëm, energjia e tyre, unë jam nënë e 2 fëmijëve, një botën e fëmijëve dhe është vërtet një kënaqësi e jashtëzakonshme. Rezultoi i suksesshëm, ishte një fillim i mbar para këtij tempullit, para teatrit. Besoj që ky vit ka qenë shumë i veçantë, pasi kemi sjell artistë nga gjithë trevat e Shqipërisë, po jo vetëm. Kompozitorët më mëza që ka Shqipëria dhe gjithë trevat përtej Shqipërisë, dhe mendoj që ka qenë një natë magjike në gjitha sferat. Rezultoi që edhe kori vazhdon të jetë në formën e duhur, ai që jep dritë dhe jetë këtij festivalit. Gjithashtu edhe më pëlqyen edhe 2 konferencier të jashtëzakonshëm. Shpresoj që kjo atmosferë të vazhdojë edhe në natën e 2 dhe të 3 dhe Shkodra të jetë qendër e vëmendjes të kësaj feste të fëmijëve. Jo thjesht një festival, por është një manifestim i festës së fëmijëve që kulmoi këtu në Shkodër. Një moment i veçantë ishte ngjitja në skenë e këngëtares së re Nikol Çabeli, fituesi e edicionit të 61 të këtij festivali dhe përfaqësuese së fundmi e Shqipërisë në Junior Eurovision. E rikthyer në qytetin ku nisi suksesi i saj, Nikol tha se ishte eksperienca më e bukur për të. Ndihem shumë e lumtur dhe shumë emocionuar që do shkoj një herit dhe do ta provoj eksperiencën time dhe është, domethënë, ndihem shumë e lumtur. Të dyja janë shumë ndjesi të bukura, nuk zgjedh dot, më pëlqejnë shumë të dyja. Kushdo të fitoj, do jetë eksperienca më e bukur e jetës. Edicioni 63 i festivalit do të vijojë me natën e 2, ku do të prezantohen edhe 15 këngë të tjera në garë. Për herë të parë, fituesi i këtij festivali do të përfaqësojë Shqipërinë në Junior Eurovision.